Si ka lut, mirë, si keni qenë? Mirë ma? Më fal, me që keni këtë orarin e politikës, ju se bëni emision politike kështu gjana. Pastaj që keni një ofertë prap. Kam një ofertë, po. Zot. Këtu mrapa. Ha. 2 plus 1 plus 2. 2 bëj 5. Po jo, 2 plus 1. 2 plus 1 plus 2 plus i post varrimi okazion vetëm 189.478 euro. Si varrimi, parkimi do, jo Po varrimi. pra, se më duke se katrove. Jo, ore post varrimi, orti, çfarë parkimi varrimi? Ore ke varreta. Ore ti ku jena këtu apo jo orti, obis? Jo, nuk e di. Jena kënë në sharë orti, ke parezë dhe sharë, si shë parezë të orti. Edhe shitet ajo shtëpia? Shtëpia me 2 plus 1 plus 2 balkone plus edhe i post varrimi falas. Qa fletër? Ja, unë se marrë të shpina të nuk e di. Ue, di sa ka shku metri kub i varrimit të orti. Qa thua? Ka shku jemi e 200 euro metri kub që në grop. Qa thua? Imagjino me vetë lartë qivuri e këto gjana, aty mos e kap 1.700-1.800. Mos ja fut kodë bush. Ore, edhe me vdek kushton këtu Shqipëria vlla, se mor vesh. Po tash unë pa them kaq, ore ti. Po mira, po si keni bërë shtëpi aty? Aty keni bërë shtëpi. Po vetëm Çka ka këtu shtëpi? Çka ka këtu? Si çka ka alla? Shikoj cik, balkoni këtu ti vis, e shef këtë balkonin këtu. E shohim. Ky është me pamje piktoreske nga varrezat e Sharës. Është qetësi absolute, ti mund dalësh pa frikë, për shembull me familjen mies, me gruan, me kalamajt. Po ndarke, del ndarke apo? Dalësh edhe ndark pas pa të frikë, po çka dive, nis. Del e ne pi kafe i gjatë, je për qep. Ai i pastër, qetësi. Ai qetësi, më qetësi se ka vetëm 2 momente gjatë ditës që s'ka qetësi, në orën 12 drekës dhe në 3 masdite. Se çano? Se vën qarat janë. Po sa atëherë janë varrimet për din. Ose 12. Pa ai zgjat ajo 10 minuta çerekore sa e fusim grop. Nis. Mos e bën dobjo xham të shtëpia dhe s'ka. E bëjmë të pejam, bëjmë të pejam të bëhet se jashtë në fazë përfundimit. Nis. Po mirë, çka ka ne kështu gjë të mirë tjetër? Ke tjetër për shembull balkoni tjetër piktoresk që është nga krau anema tani, shef? Po? A nesh me pamje, kemë pamje nga lënd filli Sharës. Sa ne që ka nuk e di domethënë. Nga malet e Lanfieldit, Nga kodret, jo nga malet, më se shumë se degeneroni më vetë. Tash i divisa aty e për shembull se shkurton dhe punët e shtëpisë, se do me hudh plen aty. Po. Nuk ke pse me hik deri aty del nga shtëpia, zbrit shkok e ka zonat. E hudh nga dritare direkt aty, e hudh aty. Fiks, tamam, nuk e lan filli aty, pa. Qa faciliteti, Po, për çfarë fletër ti plus që me qira Allah fi ke lënë fillit jo bis. Aha. Këtu është dhe një zonë strategjike për të rritë dhe fëmijët. E ke parasysh? Si të rritësh fëmijët, e Lanfieldi? Sepse mund të shkosh aty, mund të eksplorojnë që se fëmijët janë natyrë kërkuese, që ti gjene kanaçe të lash lekë të shtëpisë. Po ne kanaçe, ne mete spitalore, ne gisht njeriu, ne kam, ne gjë, ne kuljon. Sidomos mbetet spitalore, se më kapi kohë. Se s'ka asnjë gjë, nuk ka asnjë gjë që mbetet spitalore, më keq. Qa shtëpi, po sa është metri katrori? Po, tamam. Tu metri katror si thjesht, po pritet të shpjegoj facilitetet, gjëra që mund të kesh. Se ka tjera? Është zonë kulminante, do të thënë kështu strategjike që mund të shkosh edhe nëpër pika turistike me familjen. Në shtëpëzin e ke çerekore larg i shtëpës, haj drejt me familjen. Kush është shtëpëzi ma? Ai pikë turistike në fshat Gjirokastër tani. Në Fikas Mangull je për 38 minuta, 37. Po sa mund ka? Kënaqesh thoj. Në Prenjas mund shkosh në Prenjas shumë afër je. Për sa minuta? Për 16 minuta. Qa flet mor? Në Fushkruj, në Zaldajt, në Zaldbastar mund shkosh shumë shpejt. Ja, për gjitha, ha? Ndroqin e ke direkt e këtu. Qoftë vun nga gurit në vesh, ka mund të ikësh në Durrës nga Ndroqi, se është rruga me grop, Po fiks dek gurit, tamam. Mirë ka. Janë gjitha këto janë shumë facilitete, domethënë që janë. Sa është çmimi, ja? Çmimi është okazion, ta thash edhe që në fillim që është 187.638.000 euro. Urdhë? Po 187.300. Sa metër katror ishte ajo? 54 metër katror. 672.313 mm. Se ka mat me kalibra i buri huj, se nuk jena kështu nga këto të me bëjmë futjene. Po mirë, ishte 2 plus 1 plus 2 banjo, Po 2 plus 1 plus 2 banjo dhe i varrim kur me kismet. Imagjino 57 metra katror, nuk e di domethënë. 2 plus 1. Aty me u fut çu kalot çik prit sa të futem unë. Ore e ke me sistem ngrofje. Si me ngrofje? Me sistem ngrofje në dimër s'ke nevojë me von kaldaja, ngrof se kondicionere gjana. Nga ngrofet ma. Po jem 2 ditë marrin flap plenat këtu. S'ka asi problem asnjë gjë. Si është mbyll dritarët të mos hyni ty me mrena, po në verë që s'ka sistem që s'duhet sistemi apo? Ha dritarët na varrët. Je presim. Ai është shumë të mërshme. Ha dritarët në nga balkoni këtu. Ke një varë edhe këtu. Ama ka ishte shumë të mërshme se fut ka. A përse s'ka dhe gjërë ti të shih. Jo, unë jam i bindur që më ajri i pastër është asy se këtu në Myslimshyrë për shkakun. Po më i pastër, po çfarë fletër vis? Ore këtu do bëhet astiri dytë,
Fresku 3. Qa thuare me Bulevardi i parë i 4. Po ato të mbilen me pemë ato dëngjet aty apo? Gjitha. Ato janë apo porositë, shtëpi, janë mos kanë do bëjnë shtëpi aty lart e plera ato por. Po shtëpi do të bëjnë se s'bën. Po edhe aty se plerat sa të marrojnë se kanë edhe inqerator, çik më kënej, po sa të marrojnë inqeratori, këto plerat do t'i transfertojmë ne. Tash mos do bënin një shtëpi aty lart të shisni shtëpinë kodër. Jo. Kodër. Ka një aty që e ka bën Jani, është prej Kuksit ai, po është çik më ne, nuk duket çik, se shkot e muloka kodra këtu. E ke përsëri? Muloka kodra Çik më ne. Pa fiks. Ai e ka me 1600 euro metrin, nuk është nuk se. Po ai s'ka shumë pamje në aktej prandaj. Po nuk ka pamje nga varreset ai, se kishte ajo e rrit vlerën, e ke parasysh, se është edhe si tip nostalgjie që të bën më të fortë si njëri. Po ke të afërmit aty, që ke gjyshin afërt. Po ke direkt plus si ke dhe i post varrimi me pas gjyshin gjallë, e ke po aty postin e varrimit. A më seriozisht e ke? Është këtë ciburin këtu. Çik më ne pa direkte. A më bëu tani, na i uli e ka kështu uli se s'ka mundësi edhe 1800 sa ishte ajo. Ore 188.476.000 euro, kjo ishte me ulje se çmimin origjinal kjo ka pas 228.000 euro. Qa flet ma? 57 metra katror, 57 metra katror, pik 638.400 milimetra. Tjena të sakt. Inshallah e shiçi, çat Po fiksa ma. Po si do të bleniri. Vorën po ju e kamër se keni sa po vite po bani ti Ola je nga Tirana nga Shijaku nga je ti, po kurse ky bisi për ty e kamër ti se ke 20 vjet në Tiranë s'ke shpitate. Po ta më merr një aty shtëpi, s'e sa po. Lozin gocat e plerat aty. Po për luajë se edhe shkatsohen aktivistë, shkatsohen. Edhe gjenën sy njeriu aty. Po nei sy njeriu, nei kam të preme. Shpreha, gjen sy njeriu, shprehje. Jo, sy njeriu preme. Po sy njeriu me gjithmonë ti ke mete spitalore, ke. Sa herë kam gjetur sy njeriu. Se ku e kisha një këtu, nëse kam lënë ke xhaketa tjetër. Jo, le mos lele më fal më. Hajt na. Lego, faleminderit, vetëm shifin e 2 + 1 + 2 + 1. Po parimi. Po jo plus në fund çfarë ishte? Varri pra. Varri. Arrova. A je po? O zoti më. Po në qa ore dëni me + 1 + 2 + 1. Jo, është shumë qetësi. Po qetësi se kanë vdek gjithë. Qetësi heshtje varri. Nuk ka njeri që me gërsit aty natën. Nga pjesa e plenave ndoshta na i qet në mace ose na i kanocë nga ato Sprite që i bie dielli që mund shpërthej, po. Nga varrezat nuk e zhurm fare, kanë vdek që gjithë. Mesazhet me 30. Shikojmë reklamat dhe kthehemi për pjesën e dytë. Po sigurisht është.